Përshëndetje nga sofra shqiptare, kam sjell mënyrën se si bëj prerjen e baklavës në formë mylli. Besoj se kam ju pëlqyer kur ta shihni videon në vazhdim. Filloj me prerjen e baklavës. Në fillim ja prejm këto ansorët, cilat kanë dalë jashtë tepsinjës, me një thikë të mretë, kështu ja largojna nga gjitha anët. Me këto pjesët e ngelura mund të përgatisim poqe, kështu nga gjitha anët ja largojmë. Si që ceka, këto do i lënë dhe do e përgatis poqën. Do ju demonstroj se si bëhet përgatitja e poqës. Tash e ndojna në 2 pjesë të barabarta. Dhe të munduhem që t'ja gjej mesin. Tash se cilën pjesë përsëri në 2 pjesë ose në 4 pjesë të barabarta. Tash se cilën pjesë përsëri në 2 pjesë, në 8 pjesë të barabarta. Kjo është forma e yllit, prerja e yllit. Dhe shumë bukur dhe se cila pjesë kur servohet është e njëjtë, e ngjashme me tjetrën. Dalin dikon 48 copë. Tash bëjmë 3 prerje nga njëra anë tek secila pjesë në formë të pjerrët. Dhe nga ana tjetër bëjmë 3 prerje në formë të pjerrët. Mirëpo, jo deri tek pjesa e fundit. Kështu që mos t'ju dëmtohet forma. Kështu në këtë mënyrë bëjmë prerje e gjithë baklavës. Se cilën prerje falni, nga ana tjetër nuk e dërgojmë deri në fund, dalin më bukur. Vazhdojnë tutje me prerjen e gjithë baklavës, tek prerje tjera përqendrohu tek prerja e parë, që të bëhen të njëjta. Pasi kam bërë prerjen, ja hedhi yndyrën. Këtu kam 1 kilogram gjallë blope, cilën e kam shkrim mirë, ja kam largu dhalltin dhe tash filloj që t'ja kaloj kështu baklavës, mirëpo munduhem që nga ansorët ja kaloj, më mirë do jetë, kështu nga rroft. Më pas ja hedhim në mes, mirëpo nëse i kalon yndyra kështu nga rroft, atëherë do jetë më mirë. Vendosim tenxherën poshtë pjesës së poshtme të tepsisë dhe më lehtë e kemi të veprojmë në këtë mënyrë. Kështu, veprojna, kam lënë gjalpin të ftohet.